Shërbimet e policisë kufitare Sarand kanë intensifikuar kontrollet dhe patrullimet përgjatë vijës bregdetare me qëllim garantimin e sigurisë së pushuesve dhe zbatimin e rregullave të lundrimit. Gjatë patrullimit në zonën e Gjirit të Sarandës, shërbimet e policisë kufitare konstatuan një mjet lundrues tip jet ski që ishte futur brenda perimetrit të sigurisë në zonën ku pushuesit po laheshin duke rrezikuar jetën dhe sigurinë e tyre. Gjithashtu, po gjatë patrullimit në zonën e Gjirit të Ksamilit, u konstatua edhe një tjetër mjet lundrues jet ski që kishte hyrë brenda perimetrit të sigurisë në kundërshtim me rregullat e lundrimit. Në përfundim të veprimeve administrative, të dy mjetet lundruese u shoqëruan dhe u bllokuan në portin e Sarandës, ndërsa ndaj poseduesve, shtetasve me inicialet RA dhe RP, u vendos masa administrative me vlerë 500.000 lekë të reja secilit. Policia e shtetit apelon ndaj përdoruesve të mjeteve lundruese, si dhe subjekteve që operojnë me to, të respektojnë perimetrin e sigurisë dhe rregullat e lundrimit, duke mos hyrë në zonat e përcaktuara për pushuesit.